hiqet imuniteti asaj? Tani ne po e kërkojmë një gjë të tillë. Pse na pyesni? Do i hiqet pastaj e vendosin ata që kanë shumicën e votave, që me gjasa nuk duan, por presioni ndërkombëtar është shumë i madh. Të shohim pastaj si do reagojnë edhe çfarë do kemi në datën 5. A u doqë Elisa Spiropali po nga Balluku? Po, interpretimet të tilla janë, por dhe në atë bindjen time ka pasur një link të tillë veprues, ndoshta edhe për arsye tjera, por unë them që këto janë arsye, duken si arsye të vogla, por kjo është një majorancë që funksionon në bazën e këtyre parimeve, dhe jo atyre parimeve që njerëzit mendojnë se vepron. Ka parime tulta, gjëra, lojrash, intriga, grupazhi, interesash, dhe pasqyrohen pastaj në dhënien e goditjeve, shkarkimeve. Shkurt, Rama është marrë peng nga Balluku, ka shumë gjëra për atë, dhe jo më kot në dosjen 16.000 faqe, më shumë del emri i Ramës se sa emri i Ballukut. Edhe kuptohen të gjitha gjërat këtu. Çfarë mendimesh keni për ndryshimet në qeveri? Si u duken ministrat e rinj? Ministrat e rinj janë ministra anonime, para njerëz pa karrierë politike, njerëz që mbulojnë interesa të caktuara, ruhet zinxhiri i interesave, janë njerëz që po përdoren, janë përdorur nivele të tjera, po përdoren nivele më të larta, sepse dikush do firmosi që Rama të realizojë qëllimet e tij. Dikush do jetë intendenti që do realizojë pakon postale financiare për ta dërguar tek Rama që ai ta vendosë në funksion për lobimit e tij për blerjen e votave. Ruhen interesat, sepse njerëz që nuk kanë shpalos në një program, s'kan përgjegjësi politike, kush i njeh, unë habidhem se si mundet që dhe tek PS-ja të pranojnë që në ekzekutiv të vinë njerëz pa një karrierë dhe staturë politike, tek e fundit qytetarët i besojnë figurave politike nëpërmjet artikulimit, programeve të themi, dhe është e logjikshme që këto njerëz janë edhe favoritët kryesor. Pastaj kur i merr nga zyra, ti se je shërbëtor i mirë, ti tjetri se ditë firmos është bukur, ti tjetri se mbyll interesat në mënyrë perfekte, kuptohet që s'është qeverisje, është bandë që ndan detyra, është grup kriminal që përcakton rolet dhe funksionet specifike për çdo antar të bandës me qëllim që të ruhet produkti final që është benefiti i fitimi financiar. Nga mbledhja iku Vengu dhe erdhi zoti Nufi, a janë këto shenja të mira në këtë periudhë kohore luftrash? A duket Nufi si pastor? Nufi lutesh në një kish për Ramën, kurse Vengu lutesh në zyrë. Që ndryshimi ka për njerëzit apo për politikën që të dy luteshin për Ramën në vendet ndryshme, i shërbeshin forma dhe mënyra ndryshme dhe nuk sjell asnjë gjë të re, është e rrezikshme për vendin. Vengu është kapur në korrupsion, sepse ka çështje në SPAK edhe çështje sensitive, ndërsa ky tjetri tash kandidat, se këto janë gjithë kandidat, kemi 40 ish kryetar bashkish dhe kryetar bashkish, kemi ish ministra, kemi zëvendës kryeministren, kemi vetë Ramën, po edhe Nufi, si duket, pjesë e kësaj tave është, apo siç pëlqen ta thoj Rama, tenxhere, me tenxhere janë ata, kështu që muhabet tenxheresh është edhe kjo punë, kështu që. Faleminderit. Natën e mirë. Çfarë mendimi keni për ministrat e rinj? Si u duken ndryshimet në qeveri? Këta janë kështu, ne në një kim fjalë janë këta janë si qofse do të prishikojnë janë si prezervativ shumë përdorim, që futen nga të gjitha llojet e kësaj, laj shplaj dhe vepër të njëjtë, kështu që kështu janë nga i parë te i fundit. Po çfarë fati do të ketë Balluku? A do të hiqet imuniteti i asaj? Po imuniteti do të hiqet, po Balluku i zëvendësoi gjithë ata që kishte çerrat e vet, i vuri prap ministra, do t'i komandoi edhe në Burgu, ka telefon prap, edhe me atje me kamerë, i drejton prap. Elisa Spiropali, a u doqë nga Balluku? U përvlua nga Balluku, nuk doqë nga Balluku. Kallën e kemi vetëm se unë sa u regjistrohet akademia, ika nga barinjve Miku Krivsa. Tani sa u regjistrohet e kjo Miku dhe Spiropali, s'dim në çak shoh kush do hapin akademinë tjetër. Po zoti Nufi, a duket pastor duke qenë se në mbledhje iku Vengu dhe erdhi zoti Nufi? Ç'është Nufi? Nufi çuvi nuk i njoh. Vë keq, po kur ta prezantoj? Normal Nufi. Asja qëllojmë dot. Edhe ai thonë që
ka qenë dhe cakt i futur qik me këto aferat, po të shohim tani ku të dalë. Inshallah ka bërë një lek, se do po vjen dimër vështirë. Balluku, a mendoni se do t'i hiqet imuniteti asaj? Unë besoj se Rama e ka bërë qartë që nuk ka ndërmend ta lëshoj. Se po lëshoj Ballukun, i bie të lëshoj veten. Kështu që edhe gjithë to akrobacit që ka bërë në fund, synojnë që mos i lëshoj imunitetin paktën. A u do që Liza Spiropali po nga Balluku? Them drejtën, unë kam bërë një status dikur, kur Elisa po i dilte kundër Ramës në disa qëndrime, në të dyja rastet në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, dhe ja parashikova që atere. Pastaj Rama e dha për kusur, tek Balluku e përdori si kusur dhe Elisën. Faleminderit.